Ndjenja më e mirë është si martohet një djalë i herojit, Shkelza Neradina Luani, familja e rike. Çfarë raporti ke me familjen e Neradinit? Shumë të mira, të ngushta. Më të mira se di si ka. Po është kënaqësi shumë fesht, e para është se e gëzon emrin e vllaut Luanit, dëshmor, pastaj është edhe djalë i dëshmorit të Shkelzenit dhe natyrisht është një pikëzime më të mëdha që e kemi si familje. Po me të thonë drejtën, kjo është një organizim kështu i komunitetit, llogaritet të 600 nëse zgaboj, po nuk e di saktësisht, po kryesisht janë bashkëluftar familje dëshmorëve, njerëz të rrethit rajonit këtu. Faleminderit.